74.000 lekë pension, punoj rreva, punoj ka që kohë unë kooperativë, ish kooperativa. 74.000 lekë, 74.000 lekë. As 100 nuk është plotsu. Edhe ku erën të ngritë 99.000 lekë, me kishë ka qunë 8.000 lekë, qunë 107.000 lekë. Para kam lavën, i me shikuje e publin që e sot ka vajtë ngritë natëm të ka që të qmiju e përballojën i lachet, e ka me diabetet zonit. Qatë ku të vejmë më pak, unë vetë se vetë mëtër, se kimi jolli në afër vetë mëtër. Jo, më ba. Por dhe sa aparatë qyna khashtë qyna qeveria të administratër punon dege i dira, pa marë nuk vinë këtu. Po fëmijët, babi, ke këtu? Në imigracione, që 14 vjeç. Që 14. S'ka problem. Që 14 vjeç. Makinat, do t'i hapim rrugën. Filmoj pak i qik makinën se ku do eci. Ja, filmoj që atje, Berti, që atje. Të shiko, rrisin të zamane. Ja ta shofi makinën se sa vështirësi do ecë makina këtu tani në këtë rrugë në ngushtë. Gjithë mirë. Gjithë mirë. Rosh, nëne. Hajde nëne këtu afër meje, ose këtu. Po. Ja, tule mund të zotëria tani. Jo, se më pëlqen interesi, se nuk kam kushte për ato punë çmimit të thashë përpara për punë e pensionit. Ashtu për faqeses punosh kaq vjet. 60 vjet. Edhe të marr 74.000 lekë. I me dul, po bën 4-5 vjet, se vitet e punë që me ish kooperativën gjozë 10 vjet. Anej nuk janë sistem ku vojtën sigurimi shëkinore. Sa ti nuk i kenë sistem? Lutem, nuk janë sistem. Vojta mi po në para 4-5 vjetë po rrunë këshill ministrat që të gjithë ish kooperativët bujqësore në atë kohë nuk kanë pas libreza puna si në bëtë fermët. Po, dhe duhet marrën të mirëqëna. Ashtu, i me qa boni qeveria për këtë, se ka pas halë problem. Po ka ta ligjë, më gjëgjë. Ka ta ligjë, pra, qa boni që... në 94-ën, kush ka punuar deri në 94 merret automatikisht që i ka këto vite. E kam llafen këtu, miku, që siç dha bonim lera në këshillin e ministrit, t'ia japi unë komplet administratës së sigurimit shëqinore qyna kebi atje deri këtu. Unë di që është dhënë urdhër. Nuk është zonë. Bile s'ka prap bën kërkesa ke Klodi Karaj, ne gjithë në si jemi në takom. Jo shko merr ka avokat, më thash, i me vet paguaj unë avokatin. Lorët kam ta kalla, pas kam plak, jam vetë kërkoj në Elbasonin e në sigurimin shëqinor për këta. Për qa? Kur qeveria funksionon. Pra i bie që ti të edhe shtetin gjyq? Bëhet ballë me shtetin e, me këta si që kanë fillu këta? Ja. Po unë e di më se është bërë ligj që merret automatikisht vjetërsia punës. Po të them nuk duhet të ngrej veten të pra nuk zbatohet. Nuk ka zbatuar. Sa kanë fajtin në ato si punon për siguracion. Ani që me pak llavet faleminderit për respektin, për gjithë, për çunat ku janë çunat? No, në Greqi, nishull. Vin këtu, Vine, bile se ata si emigrant era para 2 vjetë ashtu rrugë, si emigrant, si show, si vetë. Atëre që e shtruan, që i kam pa unë ato pamje. Do t'i vendosim ato pamje. Itali, Greqi, me lekë. Me lekët tuaja, në qithë. Nuk vinë nga ka largu gjithë dhe bose vetë, mësë mesë i bose vetë qeveria që nuk shto rrugë, nuk vinë nga dana ka lemajt. Pra, kjo rrugë, po të shtrohet, vinë më shpesh? Po sire. Ka stile pa 2 vjetë, pa dhe grunë, në rodas, djali e qonë në Tiran, të poshë vjenë në makinë, se do 50.000 lekë makinë, po 60 të qosh në spital. Kryeministri ka thënë, hapni shtëpiat e vjetra, bëjni bujtina. Me bë bujtin ti, çat pengon? Rruga. Pra nga do ta çojmë trupin, rruga është penalizuese. Rruga kryesore, nuk po them të punoj, më japi shteti më para, unë frikëm kujt. Jo. Pa punoj, nuk kam punoj barabartë me shtetin, apo të kem rrugët barabartë me shtetin. Po më shikoj mu si pu. Ma shikoj, po çaj jene, e merr ky rrema i kile domate 3.000 lekë sot me çmim. Po pse dhe ti e bërë keq për domate, se ne syti kemi nga fshati. Po që bo bërë keq ti. Po e gjithë 70% këtë popullën e gjithë, ma vjen fshati bujësia ma. Kush e ma, i ka fshat bukë të hajë, se rrën e robit është buka. A më kupton? Qa ka mbet nga bujësia e fshatit tuaj? Përveç ullime që i keni super. E gjithë neve këtu e kemi bërë me forcat tona, gjithë këtë pame që i shikoni juve, e kemi bërë me forcat tona. Me lekë tonë, me fuqin tonë, pa ma shtetin. Që të bërë rrugën e nuk du shtetin në 10.000 ullimore. Të bërë rrugën të që të kemë rapur, unë e prodhoj malin, po nuk di ku të qaj. Po si e bërni për të vatë ditur?
Po nuk pa bisin e ta, fare Qa e zoti? zori pra. Edhe kemi këtë kaq bukurit, qa e zoti? E zori. Nuk s'ka rrugë që ta transportosh, ta qosh ti ku ka vlerën malli. Ku e qonë ulli? E qosh që sa i do kemi ati që i bon fabrikën, bile se vja pra ma kupë. Po i deputeti, dhe dy fabrikat të Bollagat, deputeti i kishin bërë fabrikat Bollagat, ata shesin me deputetet, ka shë një deputetet. E shisin ke fabrika? Fabrika aty të E bëni jesë. me klering, e lini aty? E lomë aty, po qese ka kërkes në shkolla, ka varë aty me 5.000 lekë sa i do kemi aty. Po qa fiton ti bab me 5.000 lekë? Qa fitum? Fitum falë për shprehen, mu si puna ti, po në fat keq ha bak drejt. Të lutem më falë më për shprehen. Pra 5.000 lekë ju jeni me humbje? Për që thuaj? Sa duhet me qenë vaj ullinit? Vojt i ullinit 10.000 lekë në hapë, po na i keme. Por sepse ka shumë, unë ka mora... Pra me 10.000 lekë që ju të fitoni? Po, sepse ka marrë kujtalin e plenë dhe ka marrë 100.000 lekë. 100.000 lekë kujtal. Po se është rritë dhe kujtë, është rritë Po dhe si ajo e? tani? Ngritet dhe prapë. Edhe do rritet prapë. Kom me me se kjo unë e mora para kësaj naftës, po me këtë naftë që unë kush i di sa ka vajt, po me që e mora pas sa i do lekin për moda që unë i kepur vitrik dhe i mora të plenë, i More fulozon. para krizës ti, para krizës Para ti. krizë, dhe mora herë. Kaq. Ju falemnit për respektin, jetë dhe marësie, inshallah fjala e juaj mundimit të shkojë atje ku ne du. Faleminderit. Bashkë me juve. Faleminderit. Miqtë e mi, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Ndodhemi në rrugë të madhe, në fshatin Algjinaj. Fshati është komplet i bukur, pse jo të krahasohet edhe me fshatrat e Greqisë, të Italisë, të Zvicrës, pse jo? Bukuria është e pamat. Çështja është që kjo rruga, nuk e dim, a mund të gjendet një e dytë në Afrikë si kjo rrugë? Tani, të fajsosh një forcë politike është shumë e lehtë. Çështja është që këtu në këtë rrugë nuk gjen gjurmë asfalti. Çka do të thotë që në 35 vite kjo rrugë është në këtë gjendje. Kuptohet? Përgjegjësia i mbetet qeverisë aktuale, por këtu nuk është vënë një gosht në këtë rrugë. Një. Këto dhe tjera do t'i diskutojmë në emisionin Fol në pjesën e dytë, sepse ne flasim përmes zërit të banorëve.